Partia Socialiste e Vaudesit përmbylli vitin 2025 me një aktivitet festiv që bëri bashkë strukturat, mbështetësit dhe drejtuesit e saj, duke sjellur urimet për një vit sa më të mbar. Pjesë e këtij organizimi ishin edhe deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës Gjenis Çela, kryetari i Bashkisë Vaudes Kristian Shkreli, kryetari i Këshillit të qarkut Shkodër Edmond Dosi dhe kryetari i Partisë Socialiste Dega Vaudes Elvis Preçi. Në fjalën e tij përshëndetse, kryebashkiaku Kristian Shkreli vlerësoi kontributin e secilit, duke theksuar se rezultatet dhe arritjet e vitit që po lëm pas janë fryti i bashkëpunimit të ngushtë mes strukturave politike dhe komunitetit të zonës. Ky vit që sapo mbyllim, siç e dini, ka pas shumë sfida, shumë probleme, shumë halle, por ka pas edhe shumë punë të mira. Besoj që kena bë shumë punë të mira për komunitetin tonë. Gjithashtu, dhe në vitin që vim do të ketë prapë shumë punë të mira që do të bëjmë, sepse na parashikuar rreth 6 miliard investime për territorin e bashkisë tonë. Do m'ju uru secilit për jush, gëzuar për shumë vjet. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Festa u konceptua si një moment falënderimi dhe mirënjohje për punën dhe angazhimin e vazhdueshëm të strukturave të Partisë Socialiste përgjatë gjithë vitit.